Disa denoncime kanë ardhur në redaksinë e pamfletit për një biznesmen në Përmet. Emri që përmendet është Leonida Komino. Banorët të zonës së Bënjës tregojnë se ai po u kërkon t'u marrë tokat me qera, duke iu thënë se do t'i kthejë në parking. Çmimet që ofron, thon ata, janë qesharake. Argumenti që përdor me ta është i thjeshtë. Ma jepni mua se vetëm unë kam lejen për parking. Ju s'mund ta bëni dot. Pyetja që mbetet pezull është: pse vetëm ai mund ta ketë lejen për shfrytëzim parkimi, sidomos kur bëhet fjalë për një fluks të madh makinash që vizitojnë Bënjën. Burime nga zona tregojnë se xhirot ditore e parkingjeve atje shkon rreth 3-4 milion lekë të vjetra në ditë gjatë sezonit. Ky është presioni që i përkëdhelur i Mirela Kumbaros po u bën pronarëve të tokave në Bënjë. U thotë se nuk mund sigurojnë leje, se ai e ka ekskluzivitetin dhe se më mirë ja japin tokën Beut të Përmetit se sa ta mbajnë pa e shfrytzuar, ndërsa paratë e mëdha do t'i mbledh ai. Kush është Leonida Komino? Para se të kërkonte tokat e banorëve, Leonida Komino kishte marrë tashmë ato të bashkisë. Brenda një viti në 2018 dhe 2019 ai firmosi 3 kontrata qiraje me Bashkinë Përmet. Më 3 gusht 2018 mori tokë publike me qira për 99 vjet, po atë ditë mori edhe një tjetër për 35 vjet. Një vit më vonë, më 16 korrik 2019, kompania e tij House Investments 8 siguroi një kontratë tjetër 20 vjet për hoteleri dhe turizëm, 3 kontrata me të njëjtin institucion publik brenda 12 muajsh. Afate që njihen rrallë në praktikat administrative shqiptare. House Investments 8 SHPK u ngrit 3 muaj para kontratës së fundit në prill 2019. Kapitali i saj është 100.000 lekë. Objekti i saj përfshin ndërtime hotele, agroturizëm, energji diellore, pemishte dhe vreshta. Ortaki i tij është Besnik Hamja. Administrator është Zihni Mançellari, i cili mban edhe licencën e ndërtimit të firmës. Por tokat e bashkisë janë vetëm një pjesë e pasurisë që Komino administron. Ai është prej 16 vjetësh administratori i Record Albania, fabrikës së këpucëve në Gjirokastër. Kjo kompani ka një kapital prej 14.5 milion eurosh. Aksionerët të saj janë grekët Ioannis Makris me 62.44%, Nifan Sa me 22.36% dhe Shteti Shqiptar me 15.2%. Në bordin mbikëqyrës të kompanisë ulet Nertila Komino, lidhje familjare. Pikërisht këtu nis një konflikt interesi i hapur. Leonida Komino administron Record Albania. Unifan Sa është aksionere me 22.36%. Në të njëjtën kohë ai zotron Nifan Albania, e cila është distributorja ekskluzive e produkteve Nifan në Shqipëri. Pra ai blen nga aksioneri i kompanisë që administron dhe shet produktet e tyre në tregun shqiptar. Nifan Albania është një biznes 19 vjeçar që tregton tenda dielli dhe rrjedhza mbrojtëse dhe figuron në portalin Spending Data Albania si përfituese e fondeve publike. Tani i njëjti person synon të marrë në dorë edhe zonën e Bënjës. Në dhjetor 2024, Fondi Shqiptar i Zhvillimit lajmëroi një tender të ri për zonën e mbrojtur ujëra termale Bënjë. Vlera e tij është 2 milion euro. Objekti përfshin ndërtimin e bareve, restoranteve dhe strukturave mbi lumin Langarica, brenda një zone që ligji e mbron. Në dokumente thuhet se do të ndërtohet një restorant mbi lum në një platformë që del mbi ujë. Ky investim publik pritet të japë rrugë privatizimit të fshehtë të zonës. Paratë e taksapaguesve do të ndërtojnë infrastrukturën dhe më pas, ashtu siç ndodh me tokat e banorëve, një privat me lidhje do të marrë në dorë shfrytëzimin. Banorët e Përmetit e kanë të qartë se kush është ai privat. Leonida Komino, njeriu që po u merr tashmë toka duke u thënë se vetëm unë e kam parkingun. Ajo që e bën Leonida Kominon të paprekshëm është lidhja e tij me Mirela Kumbaron, ish ministren e turizmit dhe mjedisit. Në Përmet ai njihet hapur si i përkëdheluri i saj. Pikërisht kjo lidhje shpjegon pse ai ndihet i lirë të marrë tokën banorëve, pse siguron kontrata 99 vjeçare me Bashkinë dhe pse pritet marrë në dorë edhe Bënjën. Banorët e Bënjës që po u kërkon t'u marrë tokat nuk kanë ku t'i drejtohen. Atyre u thotë se nuk mund të marrin leje se ai e ka ekskluzivitetin. E njëjta gjë do të ndodhë edhe me zonën e mbrojtur. Banorët do të mbeten jashtë, ndërsa paratë publike do të shërbejnë për t'i ndërtuar biznesin një njeriu të vetëm. Në vijim, kontratat 99 vjeçare që Leonida Komino mori nga Bashkia Përmet dhe si i siguroi ato pa procedura konkurruese. Konfliktin e interesit midis Record Albania, ku ai është administrator prej 16 vitesh, dhe Nifan Albania, kompanisë së tij personale që përfiton nga aksionerët grek. 2 milion euro të Fondit Shqiptar të Zhvillimit për ndërtimin e bareve dhe restoranteve në zonën e mbrojtur të Bënjës, që pritet i hapin rrugë privatizimit. Lidhja e tij me Mirela Kumbaron që e mbron dhe i siguron favorizimet.